Mirëmëngjes të dashur miq, mirë se erdhët në Villa 24 në këtë ditë të mërkur. Mirëmëngjes Kati. Mirëmëngjes e dashur, kënaqësi. Kënaqësia ime. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju uroj çdo ditë një ditë bukur dhe ju ftoj këtu tek Ëndijoni Gatimit për të filluar dhe treguar recetat që do përcjellim për juve sot e çfarë do të bëjmë ditë shiu sot. Një tavë me makarona dhe makarona këto Elbi kam përzgjedhur unë, por jo vetëm, ne do t'i bëjmë sot në furrë dhe do t'i bëjmë të aromatizuara, do të shikoni se sa të mira dhe sa të shijshme bëhen. Janë me aromat të cilat juve mund të shtoni ose dhe mund të paksoni. Unë do t'ju jap një ide dhe ju pastaj bëni atë zgjedhjen tuaj sipas mundësive tuaja në familjet tuaja. Dhe nuk do të ngeleni këtu sepse do të bëjmë dhe një hasude. Është një, si thua, recetë tradicionale në treva të ndryshme, emërtime të ndryshme, mënyra të ndryshme gatimi. Unë do ta sjell në mënyrën time dhe do ta shikoni se sa e thjeshtë dhe sa e mirë që bëhen. Këto gatime sigurisht që mund t'i përgatisni për ditën e sotme apo të nesme, po do të më pëlqente shumë duke shoqëruar edhe me një sallatë për ditën e shtunë apo të diel, atë që them që mblidhemi të gjithë rreth tryezës familjare dhe ky lloj gatimi është enkas për atë ditë sepse është një tavë që duhet të bëhet, domethënë të gatuhet dhe të serviret në moment sa del nga fura. Atëherë ndihet domethënë dhe bëhet më e shijshme dhe më e mirë. Siç e dëgjoni këtu, unë kam vendosur mishin që të më marrë, domethënë pasi e kam nxjerrë dhe e theksoj këtë dhe them gjithmonë që mishin duan ta lëm në temperaturë të ambientit të paktën për 20 minuta dhe pastaj më mbrapa e vendosim në një tenxhere ku do të shtojmë dhe të gjithë këto përbërësit e tjerë. Që do të thotë, kam vendosur mishin dhe e kam kthyer domethënë nga të dyja anët dhe është momenti këtu që do të shtojmë këto erëza dhe bahanat që i japin shumë shihet. E fillojmë që nga vera, nëse kemi verë gatimi, nëse doni mundet t'i shtoni sepse i shkon shumë dhe e bën akoma edhe më të shijshme atë gjellën tonë. Nëse juve nuk e doni, nuk ju pëlqen që të gatuani me verë, nuk ka asnjë problem. Por ata që janë dashamirës, domethënë sigurisht që i shkon edhe mishi të kuq i shkon vera. E jo vetëm në fakt se ka shumë recetë tjera që vera gjen tani terren. Atëherë, çfarë do të hedhim brenda tek mishin që neve e kemi gati? Pra, kemi vendosur mishin fillimisht, do të hedhim verën, Anila, të lutem, nëse ashtu, neve do të hedhim faktikisht po. Këto qepët, të cilat i kam hapur kështu, do të hedhim selin. Ja, dhe copat të ty? Po, kështu i do t'i hedhim të gjitha. Do i tregoj tani më brapa pastaj pse. Hedhim dhe këto degzat e selin ose kështu siç janë. Do të hedhim këtu edhe 1 me 2 gjethe dafine. Do të hedhim këtu kokra piperi, sepse ky lëngu që do të më përgatitet në fund fare unë do ta kulloj. Pra do të hedh këto kokrat e piperit. Do të bëhet ndryshe. Këtu kam një lugë salcë, do të hap pak vend aty dhe do të vendos në momentin që do të hedhim pastaj. Ja, këtu shiko është tekëruar edhe pjesa e mishit, kam nxjerrë këto aromat e mira dhe këto lëndët ekstraktive që nxjerr mishi gjatë kavërdisjes. Dhe prandaj edhe unë e vendosa pak më përpara mishin të na bëhe gati sepse dua që të më kavërdiset pak mirë dhe të na nxjerrë atë shijen e mirë që përmban mishi. Tani, pasi kam hedhur edhe salcën, Anila nëse vera është gati. Kam hapur, gati e keme. Kati tham pak më herët që unë ju jap ide gatimi dhe pastaj zgjidhni ju se kur do t'i gatuani, ndërsa unë po ju jap ide se ku të bëni pazar. Sigurisht që ne sot, siç e shikoni, mbi tryezën tonë, shtëpinë e kemi furnizuar me produkte nga dyqanet Neranzi. I gjeni kudo, në çdo lagje, në Shqipëri e në Kosovë, dhe pa diskutim që mbetet alternativa më e mirë e të bërit pazar, e të ruajturit të një shëndeti të mirë, e sigurisht e zgjidhjes së të gjitha vakteve për të gjithë familjen, për të gjitha moshat dhe për shumë problematika shëndetësore të cilat ka nevojë për një regjim ushqimor më të kujdesshëm, duke përmendur glutenin me qenë se e njihni më mirë, sigurisht që tek Neranzi gjeni edhe produkte të dedikuara këtij targeti njerëzish që kanë nevojë për një dietë pak më specifike, pa diskutim dhe për të apasionuarit e kuzhinës, për ju që doni të eksperimentoni me kuzhina moderne apo aziatike, ka gama produktesh të pafundme tek Neranzi, natyrisht nuk lëm pas edhe më tradicionalet në gjithçka, duke nisur që nga erëzat, nga frutat e thata, nga llojet e ndryshme të vajrave, vaji i ullirit vazhdon të jetë ai kryesori që vjen i ndarë si për sallatë, si për përdorim të përditshëm, për gatim,
ushqim ekstra vergjine kështu me radhë, po përmend disa nga produktet që ne i kemi këtu, mbi tryeze dhe më vjen natyrshëm t'i them, por me një vizit tek dyqanet në Ranzi ju do të zbuloni pafund të tjera dhe e sigurt që do të kthehet në vendin tuaj të preferuar për të bërë pazaret e shtëpisë. Atëre shumë mirë, Nila që i përmende gjithë këto gjëra, sepse është e nevojshme që Anvisa të kenë një informacion se çfarë gjenden tek dyqanet e kompanisë në Ranzi. Pra ndërkohë që kemi hedhur edhe verën, një si thua rifreskim, kemi vendosur mishin që kemi kapërdysur nga të dy anët me vaj patjetër. Gjithashtu gjethe dafine, presh, kemi hedhur selino, kemi hedhur qep, një lugë salcë në fillim fare, më mbrapa e shua me verë dhe e lam të avulloj alkoolit, shumë e rëndësishme kjo, hedhim të pure domate, sepse kjo do t'jetë salca që neve do të përgatisim për të përgatitur këtë tavën me makarona që bëhet shumë e mirë. Tani vazhdojmë që të hedhim edhe 3-4 kokra bahar. Hedhim 3-4 kokra bahar, sepse duhet të dim që bahari edhe duhet të fiksoj këtë, sepse një zonjë falenderoj që na ndjek, që është e vërteta, dhe më tha Katerina që është bahari. Bahari është një nga këto baharna, sepse nuk quhet erz, dhe kam thënë dhe herë tjetër, erz quhen këto që janë të freskëta, siç është majdanozi, kopra, energjiku e gjitha këto që janë në gjendje të freskët. Këto që janë në formë lule ose kokra kështu, quhen bahar, baharna. Bahari tani ka të shije ndërmjet se ngjason me këtë piperin, me pipernat, por po ta shikoni dhe ta vëni re që kokrat janë më të mëdhaja. Dhe shija e tyre ka atë shije ndërmjet karafilit edhe kanelës. Pra ka atë shije, do me thënë, shumë të mirë, të cilën është aromë karakteristike dhe kur e hedhim, do me thënë, në gjellën, na jep atë ndjesin, aqë sa duhet, jo të tepruar. Nëse doni dhe nuk keni këto, mund të shtoni shkop kanele dhe një lule karafili. Unë hedh këto, vendosat që të hedh bahar sot, edhe e bëra enkas me qëllim që i shkon shumë, kësaj lloji gatimi, por ndërkohë që edhe të jipja një përgjigje zonjës që na e bëri atë pyetjen tek ajo receta e djeshme dhe tha Katerina çfarë është bahari. Ndoshta po na ndjekja tek në Ranzi ku ne e marrim baharin e gjeni me këtë paketimin kështu. Merreni sepse do të ngeleni shumë të kënaqur. Ai merrni një paketë të tillë dhe e keni për shumë llojshmëri gjellërash. Dhe me çfarë lexoja në përshkrimin mbrapa, po, pikërisht për shumë llojshmëri gjellërash nga suprat, për peshkun, për pjatat e mishit, për marinime, bifteke e tjerë. Kështu që do ta keni pjesë të kuzhinës tuaj në gjithçka që gatuani. Kjo është pamja që e gjeni dhe emërtimi që Kati na shpjegoi. Ndërkohë këtu shtoj edhe një lugë, do me thënë, të çajit, siç e pat nuk e kisha plot, një lugë të çajit, piper të kuq. Pra ju kam thënë që kombinimi që bëhet me domate, me salcën dhe me domate të freskët dhe me piperin e kuq ka një kombinim shumë të mirë. Në momentin që hodha piper kokra, nuk ka nevojë që të shtoj. Sigurisht e kam nxjerr këtu sepse duhet të shikoni. Pipernat i kemi edhe në këtë gjendje që bëjmë atë grije në moment, në supra të ndryshme dhe gatime të ndryshme, kemi dhe piper pluhur që e kemi dhe këtë funksional, gjithashtu edhe krip. Por, unë nuk do të hedhë krip tani për momentin, do shtoj edhe një lugë nga ky mix erzash për t'i dhënë një ekstra shije. Shumë mirë. Dhe krip nuk do të hedhë, sepse kripën do t'a shikojmë në momentin e fundit, nëse ka nevojë për krip, sepse që është e vërteta, ky lloj mix erzash përmban edhe krip brenda, kështu që nuk ka nevojë. Tani është momenti që duhet të shtojmë edhe ujë të ngrohtë. Hedhim dhe ujin e ngrohtë dhe i lëm kështu të mbuluara me një kapak që të zjehej, do me thënë që të jetë 3/4 e zjerjes. Okej. Së mishit, kuptohet? Po. Ai është që do më shumë Ky është, do me thënë, lëngu që do të dalë. Ajo që më ka munguar janë, sepse aty tek receta kam edhe karota. Nëse keni karotë të freskët, mund ta vendosni, por jo, kam Anila, unë i kam në ngrirje karotat, sepse ato doja të thoja te kompania në Ranzi siguroni edhe perime të ngrira të cilat janë funksionale në shumë gatime. E keni, e nisni një pako e rivendosni përsëri në momentin që sa e nxini direkt e vendosni përsëri dhe e keni për një herë tjetër. Marrim ne edhe karotat që kemi në frigorifer, në ambalazhin që gjeni tek në Ranzi, si që e thamë, që i gjeni si të miksuara ashtu edhe të ndara. Neve i kemi përdorur edhe janë të këndshme se janë të vogla, që mund të përdoren edhe për salata të ndryshme me një zjerje shumë të thjeshtë. Kaq pjesë karote është mjaftueshëm për ta hedhur, ja hedhim këtu tani edhe fuksuan edhe kamera.
Dhe tani këtë pjesën tjetër, si që kemi, në momentin që sa e nxjerrim, direkt e vendosim brenda, nuk e lëm që të lëngëzohet të prishë, do me thënë ajo struktura, se atere prishen, nuk janë më funksionale, kupton? Kështu që është mirë, me njëherë e nxjerrim aq sa duhet për gatimin ton, dhe tjetër e vendosim sërish në frigorifer dhe kemi për gatimet të tjera. Shumë mirë. Dhe ndërkohë ne shohim pak recetën në ekran. Të gjithë përbërësit që do të na duhen për të përgatitur një tavë me mishe makarona Elbi janë këto: 800 gram mish viçi, 400 gram makarona, një qep, një karot, një tuf presh, një tuf presh, një presh. Gjysë preshi. Me thënë, pjesa një presh, pjesa e bardhë e preshit. Pjesa e bardhë që ne vendosëm po, e patë besoj në ekran pak më herët, një deg selino, piper, kokra bahari, një lug salcë domatesh, një lug piper të kuq, një filxhan pure domatesh dhe 5 lug vaj. Një tavë tradicionale, kjo që do të dalë shumë e shishme. Kati ta lexojmë dhe recetën tjetër dhe pastaj të na shpjegosh, e kemi në ekran. Hasude tradicionale me ara do të përgatisim sot në një mënyrë nga duar te Katerinës me këto përbërës: 2 filxhan niseshte, 1 filxhan sheqer, 4 filxhan ujë, 1 lug vaj, gjalp, gjysmë filxhani me ara. Si e bën ti Kati tani këtë hasude? Apo s'do bëjmë këtë tani? Atë do bëjmë. Unë filloj fillimisht, sepse pasaj për pjesën e kësa do të lëm tani gjellën që të na zihet dhe do të kthehemi në momentin, do me thënë, e dytë, që do të vendos makaronat, që makaronat më dalin të shkrifta dhe makaronat të dalin, do me thënë, të mira mos të ngjisin në momenti që i nxjerrim nga fura, do t'i vendosim në tavë me një ispërkatim me pak vaj dhe vendosim në furrë që t'i pjekim. Na shton shihen, por dhe shumë e rëndësishme është ajo që shkrifërohet, ngelet e shkrifët makarona dhe në fund fare nëse doni të dashur amisa kur e nxirrni dhe e keni për serviri me pak majdanos të freskët dhe sigurisht edhe me një djathë kaçkavall nëse ju ndodhet ju në shtëpi e bëni akoma më të pasur gatimin tuaj edhe bëni pjatën ashtu si për ditë të shtune apo dhe të diel. Si për fundjavë, do me thënë është gatim shumë i mirë. Më shtëpie. Tani, për punën e hasudes, unë e sjell në këtë mënyrë ashtu siç e bënte nëna dhe gjyshja ime. Thash që mos, sepse kam parë, do me thënë her pas here, të ndes këtë njëre, pastaj të flasi. Se nuk e bëjmë do të dyja në të njëjtën ka. Mund të ndes Anila, Ti folu po ajo që është eksperte e kësaj gjëje. Si vepronin, do me thënë, në mënyrën e përgatitjes kësaj hasudeje, sepse thash është quajnë hasude, quajnë revani, e bëjnë me sheqer të shkrirë, do me thënë që të në karamelizohet, e bëjnë ashtu direkt, do me thënë duke hedhur bashkë, e i shtojnë edhe qumësh, ka mënyra të ndryshme. Po, ka hasude që bëhet edhe me qumësh. Mos në për treva thash, treva të ndryshme ka mënyra të ndryshme gatimi. Ti e bën në tavë apo e bën kështu në lug do ta bëj këtu. Në mënyrën se si do ta bëj, do ta përgatis, mund të ta vendosim ta servirim lug, mund ta vendosim në një tavë edhe e presim. Se kam parë shumë që i bëjnë ashtu. Doni mund ta vendosni edhe pak në furrë, duke spërkatur me pak sheqer, që ti jepni një tjetër ashtu dhe ta prisni juve sipas dëshirës. Pra, e njëjta procedurë mund të vendoset edhe në tavë. Por unë tani filloj dhe e përgatis, për atë do të hedhim sheqerin. Unë e hedh në këtë mënyrë e vë që të karamelizohet. Sheqeri. Dhe si e hedhim, e lëm, do me thëmë që ajo të karamelizohet. Dhe sa të në karamelizohet sheqer, ne bëjmë edhe atë procedurën tjetër, që do të thotë këtu kemi një seshte, e masim edhe një seshten, sepse duhen matur këto gjëra. Veshte s'ka marrë enën për të matur një seshten, marrë një enu. Anila mund t'ja përshindoj një tjetër. Unë pres të vi Katerina. Sa të marrim një enë për të matur një seshten që do të përdorim. Janë përbërës të thjesht, është një ëmbëlsirë tradicionale, e di që ashtu si dhe Kati tha, është e trevave të ndryshme, në zonat të ndryshme përgatitet në mënyrat të ndryshme, megjithatë vazhdon të ketë një shije karakteristike, është e preferuar, her pas here i harrojmë të përgatisim në fakt ëmbëlsirat se fokusojmë më shumë tek tek kekrat apo tek ëmbëlsirat më moderne me pana e me zbukurime frutash, por nuk di pse kjo shija, jo unë s'kam mbaruar tani, do presësh. Jo, vazhdo, kam kohën akoma. Jo, po thoja që sado që edhe në pjesën e ëmbëlsirave mendojmë të krijojmë, të bëjmë kështu të bukura të ngrira, torta, akullore etj. Tradicionalja se çka një lezet më vete. Nuk diskutoj, do me thënë baza është tradita. Dhe në bazë të traditës kanë filluar edhe kanë nxjerrë, do me thënë,
receta të tjera, nuk është gjë e keqe, moderime janë ato. Absolutisht. Kështu që, por, si bazë është tradicionalja. Andej kanë ardhur, jo për vendin tonë, në gjitha vendet e botës, e njëjta gjë është. Do me thënë, është bërë kjo, është tradita, dhe në bazë të traditës, është dhe sigurisht që kanë dalë dhe produkte të reja. Po, edhe kjo është arsye tradita më ka vete. qenë ajo, do me thënë, aq përbërës kishin edhe shumë pak gjëra kemi pasur. Tani kanë hyrë shumë gjëra në treg, dhe në bazë të produkteve të reja që kanë hyrë në treg, edhe anvisat kanë filluar dhe kanë moderuar gatimet. Kështu që nuk është në një gjë e keqe, por dhe as nuk është e keqe ajo që një zonjë e përgatit kështu si do ta përgatis unë sot. E thonë, po jo, nuk bëhet kështu revania, po nuk bëhet kështu asudeja, po nuk quhet asude, po quhet revani, po quhet kështu, po quhet ashtu. Nuk ka problem, sepse se cila zonë, se cila krahin ka atë mënyrën e vetë të gatimit dhe ka emërtimin e vetë. Baza janë këto, niseshtja, sheqeri, arat nëse keni, bajami nëse keni, sepse edhe bajami shkon shumë mirë të kylloj gatimi dhe qëndron jashtëzakonisht mirë. Tham shumë gjëra. Sheqeri besoj kanë filluar pak me pak në brëndësi të shkri. Shiko, kam dhe këto filxhane, këte kam lagu se odha atë është. Jo, një për ujë. Këte këtë sheqerit, që mund të përdorim edhe për niseshten. Mund të përdorim edhe për niseshten. Tani niseshten e hedhim e masin tani për punën e niseshtes. Unë kam thënë, do me thënë, 2 filxhan niseshte dhe 4 filxhan ujë. Nëse doni që ta bëni pak më të butë, mund të shtoni edhe, si thua, në gjysmë filxhani ujë më tepër. Që t'jetë më si tip paluzeje, diçka e tillë, se ka që e bëjnë dhe në atë mënyrë. E hedhim këtu. Edhe do shtëm edhe një tjetër dhe nuk e di do na marrë ajo tenxheria ne apo? E merr. Se mos na del shumë edhe se përzihem dot. Është e thella ajo. Kështu mendoj unë tani po? Ja do ta shikojmë, s'ka gjë, do ta bëjmë në bazë të recetës dhe prandaj dhe po e mas që dhe anvisa ta shikojmë. Që të qëndrojmë, okej. Ashtu se si ne vecemi. Gjithon andej nuk ka nevojë ta shohun, jo? Jo, sepse ka ujë, ajo duhet të bëhet në zjarr të avashëm dhe të bëhet aq sa duhet. Tani këtu duhet të hedhim 4 filxhane ujë. Filloj dhe sheqeri kanë të, ndalon që po shkrin? Ne dua që do hedhim 2 këtu, edhe 4. 2 do t'i hedh këtu dhe 2 do t'i hedh direkt brenda tek shkrirja e sheqerit. Dua 2 këtu që të më shkrihet niseshtja. Dhe në momentin që do të shkri, do me thënë të karamelizohet sheqeri, do t'a hedh atje brenda, që ta kem atë sheqerin gati për të shtuar këtë pjesën e niseshtes. E dim që niseshtja duhet të trazohet mirë, dhe tjetra që ta ndihmojnë, do me thënë, mund të hidhni 3/4 e sheqerit brenda dhe të hidhni, me qënë se unë një filxhan përdora, nuk është se përdora shumë, te kjo lloj ëmbëlsire mund të shtoni 1/2 filxhan, 1 filxhan, kjo varet se sa të ëmbël e doni juve. Unë jam pak e mbajtur te pjesa e sheqerit, nuk është se hedh shumë, edhe tani nuk është se shtova ndonjë gjë të madhe, po thjesht aq se sa për ta trazuar. Okej, po të hap vend që të afrohesh në krahun që të duhet. Të shojmë tani këtu, e punon pak kjo sa të më bëhet Ka filluar pjesa. Ja se lëm këtu Anila, që mos të na bëj atë, të marrin lugën e drurit. Okej, dhe shohim, sheqeri ka filluar të lëshojmë bulzat e para, që do të thotë po fillon. Anila, të lutem, mund ta ulësh pak atë temperaturën? Të mishit apo të sheqerit? Të mishit. Të mishit. Sheqeri e do goxha të fortë. Te pesa? Po. Te pesa. Okej, që do të thotë këtë recetën ne do ta përfundojmë në pjesën e dytë, Në pjesën e dytë. Okej. Të pjesës... Të mishit, themon. Të mishit. Do me thënë... Ndërsa në këtë kemi kohë thua ti që të bëhet? Ja, do në thonë. Nëse jo, në fakt sheqeri është mirë të mos ftohet dhe të shkrihet prapë. Shiko, nuk ka problem. Në momenti që do karamelizohet, unë do hedhë. Kemi hedhur 2 filxhan ujë këtu, 2 filxhan do t'i hedhim këtu. Kemi 5 minuta kohë. Problemi është që më duhet që të karamelizohet kjo, dhe në momentin që karamelizohet do të shtohet ujë, më brapa do të shtojmë edhe niseshten që këtë do ta tregojmë patjetër që do ta tregojmë, dhe nëse nuk do harim kohën që ta bëjmë tani, do ta
lëm, do me thënë, që ta tregojmë në momentin që të rikthehemi. Më mbrapa Anila, veç që ta themi kështu ta përmbledh një herë, pasi shtojmë edhe një seshten dhe fillojmë dhe e përzijmë që ajo që të lidhet, do shtojmë. Unë kam menduar që ta bëjmë me gjysëm vaj ulliri dhe gjysëm gjalp, që do të thotë 1-2 lugë vaj, 1-2 lugë gjalp. Kjo e them kështu 1-2, varet se sa e doni, do me thënë, i ndyrën brenda te kjo recet. Edhe 2 të hidhni dhe 2 gjalp, 2 vaj, sigurisht që i shkon. Pra unë kam thënë në masën gjysëm filxhani. Pasi e punohet shumë mirë, do shtoni edhe arrat. Pastaj është ai momenti tjetër që nëse doni ta servini ashtu lug-lug, mund ta servini do me thënë direkt, nëse se doni, mund ta vendosni në një tavë, e shtroni mirë, e spërkasni prapë me pak sheqer dhe vendosni për një 10 minutësh në furrë. Ajo merr, si thua, një sipërfaqe tjetër dhe keni gati për ta ndarë ashtu si në racione revanie, që juve ta quani revani. Ja dhe pak këtu tani edhe Anila mund të flasësh dhe ndjes që të ndërpreva, po doja të thoja që, jo, nuk më ka ikur mendimi, doja të thoja që në këtë 2-3 minutësh që kemi, pse të mos vendosim makaronat në furrë për tu pjekur. Dhe vëm një punë tjetër për para. Tham që do t'i vendosim në furrë, apo jo? Si të rikthehemi, ne do t'i hedhim direkt për t'i vendosur pastaj. Në rregull, shumë mirë Anila, mirë e ke menduar. Makaronat që do të shoqërojnë recetën me mish do të jenë të Elbit. Të Elbit, ato do të janë këto këtu, që ne kemi zgjedhur sot, të cilat do t'i hapim, do t'i vendosim në një. Dhe gëshërët janë këto. Që janë të kuzhinës. Me diçka që keni në shtëpi aty për kollaj në kuzhinë. I hedhim në ta. Shpërkatje të lehtë, me vaj tham. Po, me vaj. Dhe do t'i lëmë sa të marrin atë ngjyrën e arit. Po. Okej. Një për vajnë, e dini juve, në fillim fare, kujdesim në më thënë që do t'i vendosim në furrë dhe kur do t'i rikthehemi, do t'i kemi gati pastaj dhe nëse se ne do t'kemi ato pushimin e gjatë dhe do thoni nuk duhet kaq kohë brenda. 10 minutë është mjaftueshëm. Ne do të lëm aq sa duhet që t'jemi gati. 10 minuta besoj është maksimumi. Kështu që kur të kthehemi, kemi goxha punë për të bërë. Të gjitha recetat që janë lexuar, ka filluar puna dhe janë shpjeguar, ka nevojë të mbarojnë dhe të tregohen edhe në pjata të shërbyera. Të gjitha këto në pjesën e dytë të këndit të gatimit, ku të vim bashkë me Katerinën, ju vazhdoni që ndroni me News 24. Ndezëm sobën për të rikthyer sheqerin që na shkriu dhe e hoqëm që mos na digjej. Mirëmëngjes dhe njëri ju që vetëm tani po na ndiqni, pa që një ditë të mbar, një ditë me shi duhet thënë, kështu që nëse nuk keni ndonjë arsye për dal nga shtëpia, janë ato ditët që të shijon ajo ngrohtësia e shtëpisë, aroma e kuzhinës, kështu që pse mos gatuani, edhe ju si neret mos merrni këto ngacmimet e vogla nga duart e Katerinës. Faleminderit Anila. Të dashur Anvisa, neve e lam këtu, ku kemi filluar dhe kemi përgatitur për të bërë një tavë me makarona, do të rifreskoj recetën në momentin që do të vijë aty. Ndërkohë këtu kemi vendosur sheqerin për të karamelizuar, e lam neve pak sepse duhet që të tregonim edhe atë momentin se si është karamelizuar. Dhe tani kemi hedhur këtu 2 lugë, më falni, se jemi mësuar me lugët këtu në kuzhinëve, 2 filxhanë një seshte dhe na duhen 4 filxhanë ujë. 2 filxhanët e ujit unë i hodha aty te një seshte dhe 2 tani do të jetë këtu te pjesa e karameles që të filloj dhe të bëhet një si thua sherbet. Një, të tretet sheqeri, pasi është karamelizuar që ka marrë këtë ngjyrën e mirë dhe përveç se ngjyrës jep dhe një aromë të mirë. Lëm tani këtu që të na shkri sheqeri dhe sa sheqeri të shkri, unë do të mere me tavën. Okej. Tani, çfarë kemi bërë ne për këtë tavën? Në furrë kemi vendosur makaronat në formë elbi me pakës vaj ulliri për tu ngrohur, pak edhe për të marrë një sipërfaqe të lehtë në pjekje. Ndërsa në tenxhere kati e kujtojmë? Po, të rifreskoj edhe një herë recetën, meqense më duhen edhe pak makaronat se fika që të kishim kohën tamam ashtu si që duaj. Pra të dashur Anvisa, që shikoni këtu në tenxhere, kam vendosur, kemi mish, mund të përdorni mish vici, mund të përdorni mish qënqi, mund të përdorni edhe mish pule. Pra, neve kemi vendosur mish vici për momentin, juve thash mund të përzidhni atë që juve ju ndodhet në shtëpi, dhe atë që juve preferoni dhe keni mundësin.
Në fillim fare i vendosëm racionet e mishit, i kemi ka vërdisur lehtë në ato dyja anët, thjesht ashtu vetëm me vaj, pa krip, pa asnjë gjë tjetër. Më mbrapa pasaj këtu kemi shtuar erëzat që fillojnë me dafin, me një preshë, një, si thuash, selino, folanila se do t'i gatroj dhe do t'i haroj. Kemi shtuar kokra piperi, kemi shtuar bahar, që thamë që është kjo do me të ngjason me piperin dhe ka atë aromën ndërmjet kanellës edhe karafilit që është shumë e mirë. Kemi shtuar këtu edhe, më mirë t'i shojmë këtu dhe t'i themi, edhe piper të kuqë nga speci. Sigurisht që kemi hedhur në fillim fare, mbasi kemi shtuar gjithë këto, një lugë pelte domate, do me thënë salcë domate, e kemi ka vërdisur atë që ju them gjithmonë, e kemi shuar me verë gatimi, nëse doni dhe e keni do me thënë dëshirë dhe përdorni, mund të ashtoni, sepse vërtet bëhet shumë e mirë. Avullon alkoli dhe më mbrapa kemi shtuar edhe atë salcën e domates, kemi shtuar një lugë mix erëzash që kam këtu, pak kripë dhe ujë. I kemi lënë kështu dhe karota, më falni, sepse kemi shtuar edhe një dorë karota, të cilat tash që neve i kemi këtu, i kemi të ngrira që të njëjtën gjë mund t'i keni dhe ju, ose edhe të freskët. Të gjitha këto që kemi hedhur brenda, kemi shtuar pasaj më mbrapa edhe ujë të ngrohtë dhe i lëm, do me thënë, që të zihen në temperaturë të ulët, në mesatare, për të patur një mish të shishëm dhe sigurisht edhe atë lëngu të aromatizuar dhe shumë të shishëm për përgatitur tavën. Më mbrapa ne vendosëm edhe makaronat, të cilat kemi përdorur sot, makarona forme elbi, vendosëm në furrë me pak vaj, përsipër dhe i lam që të thekërohen pak në furrë dhe tani jemi në momentin që të shtojmë lëngun dhe racionet e mishit. Dhe do ta kthejmë përsëri në furrë. Kështu? Po, patjetër. Okej, recetën ju e pate edhe të shkruar. Për mbledhjen Katerina ja u bëri nga fillimi i gatimit për ju që e keni humbur nisjen e kësaj recete. Dhe tani vijojmë. Lëngu duket që do të ketë goxha aromë të mirë. Shumë mirë. Erëzat kanë bërë të vetën, mishi gjithashtu. Unë nuk i hedh. Këto karotat e vogla Kati? Janë shumë të mira vërtetë, por që është vërteta unë këto nuk i hedh, por dhe nuk i hedh edhe poshtë. Sigurisht që i mbajmë. Çfarë i bëni, frulan, i grin? Jo, i përdorim ashtu si salade se martë. Thash mos ndoshta i kthej në një pure ose në ndonjë supë. Ka filluar dhe nëse duam e frullëtojmë dhe shtojmë për shembull pjesën e karotës, këto i hedhim, ja, i mbajmë këtu. Sigurisht që konsumohen dhe janë shumë të shijshme. Por nuk ja hedh brenda, se ka fëmijë të cilët nuk duan të ndiejnë, domethënë as qepën, as karotën, domethënë ti shikojnë. Po. Por këto e kanë bërë punën e vet. E kanë lëshuar aromën, shihen. Duke i nxjerr, duke vendosur edhe këto. Do ta kullojmë atë lëngun pastaj? Po, do ta kulloj, do marr një sitë edhe ta kulloj. Thash që nuk dua që fëmijët ta shikojnë, domethënë të kenë vetëm këtë shijen. Për ato nazelin, po. Se ka fëmijë që se kanë problem fare, e mira është i konsumojnë të gjithë, të rritur e fëmijë, cerzavatet. Në këtë mënyrë kemi, domethënë, një lëng të aromatizuar, me shumë shije, me ato lëngje, domethënë, mira, që kanë përfituar nga mishi, por jo vetëm dhe gjithë të erëzat që neve përdorëm. E kemi mjaftueshëm. Kemi gati, kam betur në një copës karot. Ska gjë, këto do ngele në fund dhe do t'i kem pastaj. Mbaj sita, se janë të vogla. Pra kemi larguar perimet të mëdha, të vendosura në tenxhere gjatë zjerjes së mishit. Kjo recet ka nisur me shpjegimet e nevojshme që në fillim, a ke nevojë ta mbaj unë, apo jo? Ja të shikojmë, të sumba vetë. Skuqja e mishit ishte e nevojshme të bëhej mirë, pra nëse e dalloni dhe ju nga ekrani, mishi ka marrë një sipërfaqe sepse është bërë skuqja në fillim përpara se të shtoheshin salcat. Mbaj tani anilat lutem. Kemi një dafina aty që na ka zënë pak vend, po s'ka gjë. Do na kulloj besoj. Do ta shikojmë domethënë se sa nevojë tjetër ka për punën e lëngjeve. Na duhet një lugë. Me një lugë. Ja urdhë Anila. Kështu. E shikoni sa një kojqire që e ka manilën. E shikoni? Jo, se
Se nuk e besoni, jo. Po, mendojnë se mos je thjesht një moderatore e mirë, por ti edhe ke talent shumë edhe në pjesën e gatimit. Faleminderit. Edhe këtë e kam vënë re që në fillim fare, do me thënë që ti t'jepet shumë për gatim dhe pjatat jo vetëm që do me thënë gatimet i bën mirë, por edhe i servir bukur. Sepse më duhet të gatuaj, Kati, se kam Është dhe e familjen vërtetë. unë. Kthehemi në shpinë, kush është pyetja e parë sa hapet dera? Çka ka për të ngrënë? Dhe mjafton. Mjafton. Tani mund ta vendosim këtu. Ajo që ngele. Mund të zgjedhim edhe makarona të tjera, nëse kemi elbi në shtëpi, kemi forma të tjera. Mua më pëlqejnë shumë dhe ato makarona tub. Tu po të mira janë. Janë shumë të mira. Edhe penet, po. Po edhe spagetit i thyen pak me duar edhe. Me çfarë do lloj makaroni bëhet? Nuk është se e kemi. A shkriu? Jo, ende plotësisht, po ka filluar. Shumë mirë. Atëherë, sheqeri po ngriu, pastaj është një çike vështirë ta. Por do ta plotësoj edhe me pak ujë, e shikoni dhe vetë juve nëse e shikoni që ka nevojë, edhe këtu te kjo pjesa e saj. Okej. Do dhe pak, do. Ujë të nxehtë patjetër. Edhe tani shtojmë edhe këtë pjesë, do me thënë që të dalë kjo pjesa e pores. Edhe është gati për ta vendosur në furrë. Shumë mirë. Shumë mirë duket. Të lutem Anila, mund të mandezësh? Një përzierje kështu. Edhe në furrë. Me kujdes se është pak e rëndë. Kemi tavën e thellë. Do një tavë të thellë kjo receta. Po patjetër. Se ka tani kujdes. në rregull jemi. Faleminderit Anila. Të lutem. Atëherë kemi përfunduar, këto nuk është se i hedhim, bashkë edhe me këto karrota që kemi këtu brenda. I servirim për ne të rriturit që na pëlqejnë dhe i shijojnë. I mbajmë aty më njën dhe i kemi. Shumë mirë. Atëherë, shohim në ekran recetën e dytë. Çfarë? Po, përgatisim me këtë sheqerin që po na tretet. Dhe kush janë përbërësit e tjerë që do të na duhan. Le t'i lexojmë së bashku. Po, përgatisim hasude tradicionale me arra. Na duhen 2 filxhan niseshte, 1 filxhan sheqer, 4 filxhan ujë, 1 lugë vaj, gjalp dhe gjysmë filxhani me arra. Ja kështu. Kjo është receta e plot. E kemi shkrirë sheqerin, pra është shkrirë që ka marrë këtë ngjyrë. Anila shkriu sheqerin, unë do shkrej niseshten. Po, që është tretur një herë, por niseshtja ka tendencën. Edhe kameraman do marrin, do me thënë këto. Të punët tona që bëjmë këtu. Do t'i marrim, po. Do na ndjekin, do me thënë shohim se çfarë bëjmë neve këtu. Tresim niseshten, sepse e dim që niseshtja është ajo që bëhet si allçi. Ngelet në fund. Që kjo bëhet momentin që duhet për ta hedhur brenda. E di që niseshtja është një lojë shumë argëtuese për fëmijët kështu në ujë. Unë se kam pasur me fëmijët e mia, Anila, të jemi të vegjël. Po, thuaj Anila. Kur e kap me duar, ajo kthehet në formën e një plasteline të lezetshme dhe kur e qëndron në fund është e vërtetë ajo. Dhe nëse doni t'i mbani të zënë fëmijët kështu gjatë kohës që gatuan, një tas me ujë me niseshte dhe do shihni që do kënaqen. Do bëjnë dhe rrëmuj kjo diet, po. Opa, na u shkrihet tëra komplet. Edhe kur lëm pak sheqer, faktikisht, sheqeri ndihmon shumë që të tretet mirë dhe mos na, si tuash, bëhet prapë si, të forcohet. Tani, ajo që ngelet, do të atrazojmë, sa ajo të filloj që të bëhet, do me thënë, në një trajt të lidhur. Fillon me atë shkëlqimin e bukur, kur fillon lidhet. Do t'i hedhim ne vajin e ullirit, do t'i hedhim neve pak gjalp, do t'i shtojmë pastaj arat, edhe të shikoni juve se ç'do bëjmë neve këtu. Shumë mirë bëhet, në fakt, sa e thjeshtë si një trajt magji, si një formë magjie. Ashtu fillon pak nga pak të lidhet, duhet t'i qëndroni mbi kokë, edhe e ndjen edhe në përzierjen e lugës, që ajo fillon të trashet pak nga pak. Tjetra që doja të thosha, sigurisht që duhet të keni një tenxhere me fund të fortë, do me thënë, jo të hollë, sepse e djeg edhe sheqerin, edhe kur fillon kjo që ka nevojë pastaj për të përpunuar, atëre që dhe mos ngjisë, të shkëputet mirë nga ena. Dhe kur shkëputet mirë nga ena, atëre themi që e kemi bërë, do me thënë, shumë të mirë. Ajo është finalizimi, do me thënë, e hasudes.
do bëjmë tani? 10 minuta. Këtë do bëjmë. Do ta trazojmë, por në fund do shikoni se sa të mirë do ta kemi. Sigurisht që e mira është që të bëhet në sobë kjo gjë. Se mund ta përgatisim dhe në ato me gaz, por kjo do temperaturë të ullët në fakt mesatare që të bëhet e mirë, se mund të japësh ato temperaturën më të lartë. Pra temperatura e lartë duhet deri te shkrirja e sheqerit. Po. Tani duhet do me thënë një temperaturë të ullën dhe mesatare që ajo të piket avash avash. Edhe do ta kemi gati për pak, për shumë pak do ta kemi. Tani Janila që mund të tregojmë ne dhe që mund të themi? Tani ajo puna që përpun ti është e imja. Përzierja është ekskluziviteti imi. Unë atë që do doja të thoja në fakt është thjesht të jepi ato informacionin. Shiko, Anila, mund të trazosh ti këtë edhe unë të mendoj të bëj. Jo, do bëj një çaj. Do na bësh një çaj? Po, një çaj. Ditë çaj është sot. Se shikojnë çik mua, do ta bëj një çaj të aromatizuar. Kam një mollë atje brenda. Ja, vazhdo shikoj. Ja, sa të na gjej. Ripo mendoj edhe them që do bëj diçka. Mua më pëlqen kur kemi kohën se ka raste në dispozicion, se përfitoj edhe unë me ndonjë filxhan kakao, siç më bëri Kati herën e kaluar, po me ndonjë çaj të aromatizuar. Jemi ende në mëngjes, jemi në këtë orën që shumë prej jush janë duke pirë kafen tani për shembull, po na shohin ne, po gatuan në të njëjtën kohë, po mendoni çfarë të gatuani. Sigurisht që shumë të tjerë janë në punë, shumë janë në përbare e kafene, por ne di që News 24 është aty me ju, edhe nëse nuk na dëgjoni, kur jeni në bare të ndryshme, na shikoni, dhe shikoni edhe gatimet tona, ju hapim edhe oreksin kështu në distancë, ju çojmë dhe përmend një recet që keni kopa e ngrënë, edhe i thoni mamave apo bashkëshorteve që na bëjnë një asude sot se na ka vajtur mendja. Edhe unë i them që prit Anila të bëj një çaj. Çfarë nisa të thoja? Ato pyetjen shumë të shpesh që ju na bëni. Mua, Katerinës, edhe doni të dini se kur humbisni këto gatimet e një dite të caktuar për shkak të angazhimeve që të gjithë kemi edhe jo të gjithë kemë mundësi të shohin televizor çdo ditë, na pyesni ku ju gjejmë nëse nuk kapim transmetimin. Sigurisht që janë në platforma të ndryshme, ato që na suportojnë, sigurisht që mbetet kanali zyrtar i News 24 gjithmonë aty për të shfaqur 24 orëshin e transmetimeve të përditshme, që nga edicionet informative, emisionet e përditshme nga mëngjesja deri në mbrëmje që Newsi ju sjell, dhe sigurisht që në çdo hapësirë në News 24 në kanal, pra shikoni edhe Vila 24. Nëse klikoni aty brenda, gjeni pikërisht transmetimet tona të përditshme. Mua e Katerinën, recetat tona të gatimit, që minimalisht janë 10 ose 12 në javë, pra janë shumë, për të furnizuar me ide të gjitha zonjat e zotrin që duan të gatuajnë, sepse për te i dëshirës që gatimi duhet të ketë, pra Kati na përmend gjithmonë që një nga përbërësit kryesor të çdo recete është të gatuhet me shumë dashuri, ka nevojë edhe për ide, sepse është e përditshme, minimalisht janë 2 vakte, po quajmë një drekën më të rëndësishme, po sigurisht edhe darka do diçka të vogël. Dhe e di që shumë shpesh mbetemi pa një ide, pyesim njëra tjetrën në telefon, Kati të pyesin ty çka ke bërë sot për drekë, ose më thuaj më jepni një ide. Sigurisht që më pyesin dhe sigurisht që unë jam e gatshme dhe nuk përtoj, do me thënë, dhe nuk hezitoj asnjëherë që të japësh këto ide. Unë kurse unë çoj linqet e tua, them ja, kjo doli e mirë, se e di që më pyesin edhe shpesh që si doli ajo buka për shembull. Se kështu nga pamja në ekran del bukur, por që janë kurios të dinë njerëzit edhe shihen si është, kështu që filloj të lidhet. Ata ul pak Kati temperaturën, apo? Se... Ajo tani do punuar me forcë, por... Mirë. Prit tani një qik, tani me që ashtu, se thash do të bëj çaj, po... Kjo të nxjerja është shumë e mirë. Gjej edhe gjërat e duhura, se kam ca erza këtu. Me erza do e bësh? Po, me erza. Çaj me erza? Karafil, me çfarë do gjë, me një kështu limon që kam këtu do ta hedh brenda. Kjo të nxjerja djeg, se kuptoj se kanë menduar pak të pjesën. Ato do të thoshja që të marrësh edhe... E mora, se s'po e duroja do të më temperaturën. Kështu bëni edhe aktivitet fizik të duarve.
Fillon trashet, fillohet vështirësohet puna, po mua më pëlqen kjo pamja që merr tani, fillon shkëlqen. Ja. Sa mirë del. Me që ashtu e kishe Kisha? e doje do me thëmë për ta bërë unë. E bëje tani thuaj të ngeci. Bëje, të ngeci, s'kam që të bëj. Ja, kështu ngelim punën. Prandaj her pas here thuhet që duhet të thuash jo, nuk di ta bëj për ca gjë. Se po dhe po. Okej. Ai çaj, po bëhet. Po do na e tregosh pak me çfarë bëre çajin? Po, në fund fare po. Unë kam shumë kohë pa përgatitur rastude, po më duket se nuk e bëj kështu. Kati. Sigurisht që nuk e bën ashtu, ke mënyrën tënde, thamë që në fillim fare. Bas nuk e mbaj mend tamam, po te pjesa e shkrirjes së sheqerit bëj diçka ndryshe. Por zakonisht janë këto recetat që kur i bëj, e hap dhe një herë e shoh në internet. Shiko, a të ndes më mirë se këtu unë se e kam afër se Ja, Nila se mbarova. Jo, s'ka që jo. Ishte shumë larg ajo. Do të ndihmoj. Okej, më mirë këtu se e kam afër, sa atje duhet të tërhiqem me. Gati këtu jetë? Këtu. Ike. Të ika të lash vetën. Pa. Se ideja është që ta kishe parë një herë që po bëjon këtu, se mos ka nevojë për ty. Po unë jam e sigurt që s'bën asnjë gjë të keqe veç se gjën e mirë. Kati, Po. ka variante hasudeje që i bëjnë më të bardha. Unë kështu e bëjnë në fakt, besoj shumë prej zonjave kështu të këtë ngjyrën e sheqerit të djegur. Ke parë që i bëjnë në ngjyrë më të bardhë? Më në ngjyrë qumshti? Çfarë ndodh? Nuk lën sheqerin të digjet apo? Nuk lën sheqerin të digjet. Ajo është ndryshime. Po. Tani, sipas eksperiencës time, kur kjo fillon të bëj këto tuk sipër, do thotë që është bërë. Por shikoj një herë, tani. O kat. Erdha. Hajde një rajde. Se mos do gjalpin, arrat. Ha, moj. E trashësh. Shumë mirë. Hajde pak tani. Ma jep mua dorezën tani. Shikojmë edhe gjellën nga ndej se mos na shumë. Duhet ta mbyllim. Ua! Pse? Tani ti hedhim. Dhe gjithmonë? Iku ora kati. Shiko, tani hedhim vajin që të na shkëlqej, do hedhim edhe gjalpin. Po kur mbaru me një herë kjo kohë? Tani unë po e nxjerr atë tavën nga furra, e cila nuk është pjekur siç duhet. Ta nxjerr? Shiko, jo, mund ta nxjerrësh dhe nuk është se nuk është pjekur. Prit, këtë, se atë e përdora. Në rregull. Nuk është pjekur, po do ta nxjerrim se duhet ta tregojmë. Patjetër që do ta tregojmë, shiko. Edhe këtë me mollë që të bëra. Edhe. Shadas më djeg mua këtë duhet. Anila, e di pse mi se ke fikur sobën. Jo, po gatuar edhe kjo tjetra. Po kjo s'ka shumë forcë. Ndeza tjetrën, moj kat, se e kisha më afër atë. Shikoja këtë të Në voglën. rregull. Okej, Pritani. Do ta kthejmë në furrë përsëri kur të shkëputemi. Në balkanuaj do ta gjeni më vonë pjatën e përfunduar. Shkëlqim, do punuar. Atëra, që ju ta kuptoni, këtu ka mish edhe. Sa jo të shkëputet nga. E pra gjalpi dhe vaji mungonte. Ashtu, edhe arra tani. Edhe arrat. Dhe të na mbaj pak Anit, lutem Ani, mos Ani është regjizori jonë, që ta dini juve. Duhet t'i themi të na mbaj pak që ta tregojmë një çik të përfunduar këtë recetë se gjynaf është dhe kështu tradicionale dhe thonë që s'e mbaroj. Po mirë, ne ca lugë do t'i bëjmë. Nuk po bëjmë tavën, bëjmë lugët. E bëjmë me lugë. Edhe tek ajo
pjesa e asaj Anila, edhe kështu që ta nxjerrin andisat, nëse është zjerë, do me thënë makaroni, e lëm kështu, që lëngjet, ti përtitit e tjetë gati. Në momentin e kësaj, i shtojmë vetëm edhe djathin, që do të shtojmë pak më vonë. Djath ka çka basi. Djath edhe majdanos të freskët. Okej. Ne do ta lëmë kështu sepse ka nevojë të vendoset edhe pak në furr, kam përshtypjen duhet të jetë pak më e trashë, pra këto lëngje të jenë më të përthithura nga makaronat. Asudja u bë shumë e mirë. Ku do t'i vendosim disa lugë? Asudja Anila, kur fillon do me thënë shkëputet nga tenxherja, themi që është përgatitur dhe është bërë. Shikoj këtë pjatën? Shumë e mirë është. Shiko, mbaj edhe atë tjetër në lariqeve, atë të lutem atë drasën, se ndoshta servirin pak që të tregojmë dhe pak nga ato të makaronave, ta lema shumë në tavë, thoti. Me që do të afusim, po. E lëm në tavë, themon. Mirë. Se ne do të kthejmë prapë në tavë pastaj. Okej. Ne na u shkëput nga tenxherja. Dhe themi që tregon është bërë. Është bërë gati. Tani do ta bëjmë lug që dashu dhe një pjesë do ta hedh këtu tek tava, tregoj domethënë se si mund ta bëni edhe në tavë. Vetëm se duhet të nxitojmë kati. Unë mendoj që bëjmë variantin e lugës, se hedhja në tavë është e kuptueshme. E hedhim në tavë, shtrojmë edhe e lëm të qëndrojë. Po. Dhe e presim me thik pastaj. Në rastin e tavës e presim me thik. Në rastin e lugës është ajo më tradicionalja që përgjithsisht kështu e bëjmë. Me ndihmën e një luge, mbushim pjatën rreth e qark dhe bëjmë hasuden me lugë. Okej. Ju do të thot, e marim dhe e bëjmë edhe kështu si. Pa. Ja kështu. Si bajame. Ajo ftohet shumë shpejt dhe konsumohet dhe shumë e shishme. Ja kështu. Nga nxitimi sikur po na dridhen duart me Janila. Po mos e mbush plot, e vendos 4-5 copëza sa për të krijuar një ide, edhe pastaj me kohën e duhur vazhdojmë dhe plotësojmë pjatën. Mjafton kati, është okej, mos u ngut më. Ja, të vendosim edhe një lugë dhe e kalojmë pak më përpara që ta shohin edhe ata nga shtëpia. Okej. Ja, ku e kemi, kaq kati, të lumshin duart. Aman Reani, na u dukt neve sikur nuk ishim... Jo, shumë mirë duket, shumë bukur duket. Kemi pasur kohën e mjaftueshme. Asnjëherë koha nuk mjafton, edhe sikur të kemi 3 orë. Edhe tjetra të dashur Anvisa, ja, e hidhni këtu në tavë, e sheshoni, i shtoni pak sheqer sipër dhe vendosni në furr. Për pak minuta, po. Edhe mos e shikoni kështu, sepse ajo do të qëndrojë dhe e rëndësishme është shikoni këtë që si është na shkëputur nga... Po, ajo tregon që është përgatitur mirë. Ja dhe këtë, edhe të vijat Janila të përshëndesim Anvisat. Edhe e mbyllim, po, e mbyllim. Ja, kështu. Ti themi mirupafshim nga kuzhina zonjave dhe zotrimi që na kanë ndjekur, dashamirësve të kuzhinës, atyre që kanë marrë një ide sot nga ne, ju që jeni në shtëpi edhe po gatuan në të njëjtën kohë. Ne ju përshëndesim nga kuzhina këtu. Ja, një sekund. Sa ku të më vi dhe Kati. E ja, Kati. E mbyllim? Okej, ja, e do një prekje të fundit, me qënë se tham do pakës majdanoz dhe pakës djath. Ska gjë dhe të futet në furr, nuk asnjë problem. Ska gjë, do piqet ajo nga sipër, do krijoj atë korën nga lart. Të lumshin duart. Faleminderit të dashur Anvisa, faleminderit që qëndruat me ne. Shpresoj që këto gatimet jenë të vlefshme për tërhetat tuaja familjare. Mos hezitoni që t'i bëni. Këtë do ta shtroni mirë me lugë, jo kështu siç e la shumë dall-gëdall, dhe do ta vendosni në furr duke spërkatur dhe me pak sheqer. Dhe keni një tjetër, si thua, paraqitje, është ajo revania, si mund ta thoni juve ndryshe. Edhe asnjë gjë tjetër s'ju them, veç se të kaloni një ditë sa më të bukur, ju dua shumë dhe miru ta takofshim nesër këtu bashkë me Anilën time, shikon se sa dritë kam. Se nuk e prek me dorë, sot se kam me dorën. Lumshin duart Kati. Ju bëft mirë. Na ke mbushur plot aromë shi edhe sot. Faleminderit. Nesër që në 9 me receta të reja në kuzhinë, shkojmë në publicitet tani.